Fatkeqësisht sot në Shqipëri sa më shumë punosh, aq më shumë do të tatohesh. Fatkeqësisht në Shqipëri sot është kthyer në një gjueti shtrigash puna. E kjo tregohet edhe nga dhënat e buxhetit publikuara së fundmi. Përveç se kemi një model ekonomik që nuk prodhon më, që nuk është produktiv, që investon në investimet të cilat përveç se janë ndërtuar keq, përveç se janë të korruptuara, po edhe nuk kthejnë dhe nuk japin vlerë të shtuar në ekonomi, të ardhurat nga tatimi i punës përbëjnë tashmë të ardhurën më të madhe në buxhetin e shtetit. 40% e gjithë të ardhurat vjen nga tatimi mbi punën. Ndërkohë që të ardhurat nga konsumi, nga TFSH-ja janë gjithmonë më shumë në rënje, që tregon që shqiptarët nuk po shpenzojnë më, sepse rritja e çmimeve po ndikon drejt për drejt në xhepat e tyre. Ky model ekonomik i cili nuk prodhon, ky model ekonomik i cili fatkeqësisht taton më shumë punën se çdo gjë tjetër në Shqipëri, është duke u kthyer në pengesën më të madhe për shtresën e mesme, në pengesën më të madhe për qytetarët shqiptar. Ekonomia shqiptare nuk prodhon dhe nuk ka një model e cila është e nxitur, e drejtuar nga sektorët që duhet kishin produktivitetin më të lartë. Ekonomia shqiptare sot ka shtëruar në burimet e saj. Ekonomia shqiptare sot fatkeqësisht është kthyer në një ekonomi pakice, ku kushdo që punon tatohet më shumë, e kushdo që merr kontrata favore fiskale, sot i shkelet një sy, e i mbyllet një sy. E kanë uzurpuar pjesën më të madhe të tregut. Këtë model duhet të ndryshojë, modelin që nuk prodhon, modelin që taton punën, modelin që largon njerëzit, modelin i cili nuk ka një ekonomi për të gjithë, po ka një ekonomi të paktëve të privilegjeve. Kjo patjetër është emergjencë, jo vetëm për ekonominë, po është emergjencë, është një thirrje edhe për shpopullimin e Shqipërisë.